أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar të pranishëm me këtë xhami, vazhdojmë sot të flasim për temën që filluam në dersin e kaluar, në të hanën e kaluar, në lidhje me rëndësinë që ka që secili individ musliman tjetë burr me plot kuptimin e fjalës, dhe se kjo fe nuk mundet me ecë përpara në mungesë të burrave. Prej veçorive që i ka fillimi i kësaj feje është, përveç fakti se është fe e vërtet e Allahut Dhul Xhelal, tjetër është se këtë fe e kanë marrë përsipër ta bartin në supet e tyre burra, të cilët kanë dhënë shembujt më të mëdhej në historinë e sakrificës. Dhe me burrinë e tyre dhe sakrificën e tyre ata e bartën këtë fe në brezat që erdhen pas tyre, tabiinët, e ata pastaj vazhduan ta bartin në brezat pas tyre etba'u tabiinët, dhe kështu vazhdoi zgjerimi i islamit brez pas brezi derisa erdhi në kohët tona. Dhe tash që është dilema më e madhe e cila ekziston sot është ne a do t'jemi të aftë të bartim këtë fe në brezat që vinë pas. Dikush ka mundësi me thonë, o hoxh, sfidat dhe peripecit me të cilat ballafaqohemi ne si musliman sot janë shumë më të mëdha, më të sofistikume, më të rënda se sa sfidat dhe peripecit që janë ballafaquar me to muslimanët e parë. Dhe me këtë dilemë një pjesë e madhe e muslimanëve, sidomos të rit, mundohen të arsyetojnë vetveten në mungesën e ngritjes së tyre në nivelin e burrërisë së plotë. Përgjigja është jo, nuk është e saktë. Sfidat dhe peripecit që kanë pas ata kanë qenë njëjta si këto, ndoshta edhe më të mëdha. Dhe sakrificët që kanë dhënë ata janë padyshim shumë më të mëdha se sakrificët që japim na sot. Po, lufta është e rëndë, është e sofistikuar, metodat janë të ndërlikuara, nuk janë thjeshta, është vështirë mu bë ballë këtyre sfidave me të cilat ballafaqohet individi musliman edhe ummeti islam në përgjithësi. Mirë po, të i kalohen me lejen e Allahu Dhul Xhelal atëherë kur ne do t'i përmbahemi fesë së shpallur nga Allahu Dhul Xhelal dhe burrërisht do të jetojmë me këtë fe. Shembull, kjo që ndodh tani në Siri, nuk ka njeri musliman që nuk e prangos. Ajo që ndodh në Palestinë, me Mesjid Al-Aqsa, nuk ka musliman që nuk e prangos. Është test i imanit. Mirë po parashtrohet pyetja, kësi lloj gjendje të vështirë historia islame a nuk ka regjistruar më herët? Ka regjistruar. A ne kush e studion historinë islame dhe lexon mbi të, momenti kur e çliron Mesjid Al-Aqsa Salahuddin Eyyubi, rahimahullahu taala, ka qenë shumë më e rëndë dhe më e vështirë se këto kohra që jetojmë ne sot. Në këto 3-4 vitet, 50 vitet që jetojmë ne sot. Siria, Shami, këto momente të vështira që e përjeton, a janë për herë të parë duke i përjetu? Jo. Kur u futën tatarët, mongolët, Gjingis Khani në Sham, hoxhallarët në për minbere e ngushëllonin islamin, thonin mori fund islami më këto vene. Pse? Se agresioni i egër, i vrasht, i mongolve, tatarve, kundrejt muslimanve, ishte i papar.
Nëse tash janë vra me 10.000, 100.000 dhe miliona, janë shpërngull, atëherë shumë ma shumë se sot janë vra. Dhe qatë shpështirë, se që hoxhallarët thëshin ma maroj islamin në këto vende. Sikur se i shkon menja dikujt për neve, hoxhallar, qofshin apo xhamat, a mos val këto beteja, këto lufta që pëndodhin, këto aleanca të mëdhaja botnore që pëndodhin, nuk met pis dunjaje, pa ardhe dhe pa luftu dhe pa sulmu atje, mos është shenje kiametit, mos janë ato beteja të mëdhaja të kiametit. E ranë puna. Edhe atër kanë menu, para 600-700 vjetëve kanë menu, a thu val, erdhë kiameti u sos kjo punë. Edhe rinjadhet islamin në ato vende, rikthehet forca e ilmit edhe ulemave, edhe vazhdon rruga e islamit edhe 100 vite me radhë, gjerisa na sot jemi musliman edhe me lejen dhe ndihmën e Allahut të vazhdojmë të mbetemi musliman. Pse ka ndodhur ai në atë kohë? Për shkak të mungesës së burrave që kanë sakrifikuar. Pse ndodh kjo sot? Për shkak të mungesës së burrave që sakrifikojnë. Andaj ummeti islam kërkon burrëri jo vetëm në xhamat xhamia, jo vetëm në mesin atyre që pastrojnë xhamia, jo vetëm në mesin atyre që janë pa ndikim shoqëri, po burra kur flasim, të kemi burra prej të pastruesi më i ri i xhamis deri te ai që udhëheq shtetet e muslimanëve. Andaj kur të kemi burra në të gjitha nivelet, atëherë ummeti islam këndjellët, atëherë ummeti islam i rikthehet lavdit dhe krenarisë. Atëherë ndryshon gjendja. Mirë po, kjo gjendje nuk ndryshon me shkop magjik. Nuk ndryshon me muhabete në për kafene qajtore, si që i bëjnë rinia jonë. Nuk bëhet kjo ndryshim duke nejtë në qatë, në rrjetet sociale, me orë të tëra. Nuk bëhet kjo ndryshim me muhabete që i kanë merak rinia jonë. Kjo bëhet me punë. Me punë konkrete, me plan, program konkret, në rafshin individual edhe në atë kolektiv. Ku ti e dëshmon sinceritetin tanë, seriozitetin tanë, gatishmëri për flijim dhe sakrificë, vazhdimisht me shembuj konkrete nga jeta e përditshme, nga punë dhe momentet kur kërkohet për te me dëshmuar. Andaj duhet ta mësojmë njëherë për gjithmonë ajo që është ëndra jeme, e marrur nga argumentet fetare, Kur'an dhe Sunet dhe nga sharimet e bekuara të ulemave. Na pa u ndryshu nuk na ndryshohet gjendja. Unë edhe ti, derisa na vetë nuk dalim sabah në xhami, s'mundesh ti me prit ndryshimin në jetën tonë. Derisa ti nuk e merr elifin në dorë, abetaren e Kur'anit në dorë, ti s'mundesh me nis me lexu Kur'an. Kur ti nuk fillon me bë terbije vetvete, me i hek për vetes tënde veset e këqija, gabimet që i kiti, s'mundet mundeshu gjendja jote. Derisa nuk e i gatshëm me pranu kritikën e njerëzve të sinqert, vërejtjen e njerëzve të sinqert, terbijen e njerëzve të sinqert, s'mundesh mund ndryshuar. Andaj, për këtë shkak na do të flasim një sër dersesh që na vetë të fillojmë të ndryshojmë botkuptimet tona, qasjet tona, qëndrimet tona dhe pastaj zbatimet tona. Na njifimi me zvete, me shumicën këtu që janë vite me radhë. Dhe dim zhvillimin e secilit për neve. Në hala kemi vlla, xhamatliqe, 20 vjet njifemi, 30 vjet njifemi, hala për çdo tane, për çdo tente, për çdo shtune, për çdo dile, duhet me folë për sabajt. Pse ai mungon? Edhe ai insiston, si për inati, me mungu vazhdimisht hala. Që do më thonë se në hala kena pun për me ndryshue. E ta është i me folë për ndryshimet e mëdha në umetin islam, kur ti vetë hala si e bind për me ndryshu një adet keq tani. Që shka mund si ti me ndryshue këtë umetin islam? Edhe
ai tjetri si ti ka adet keq, edhe ai treti si ju dy ka adet keq, edhe ai katërti si ju tre ka adet keq, edhe kështu secili prej neve ka një adet keq, po ajo e keqa e secilit të na që ekziston kur të bëhet në 1.700.000.000 musliman, po bëjka kallaballok e keqa. Edhe këtu qëndron shkaku i dështimit ton. Dhe pa e ndryshu neve këtë qase nuk mund të ndryshu gjendje. Kur folëm na për burërin dhe selëm disa shembuj, do të thamë do të vazhdojmë që sot me i pru disa shembuj që i përmend Kurani fisnik dhe normalisht na e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Burëria në Kur'an përdoret për pejgamberët e Allahut dhul xhelal. Përdoret për ndihmëtarët e pejgamberëve të Allahut dhul xhelal. Përmendet për njerëzit e sinqert që kanë sakrifikuar për këtë din dhe për besimtarët të cilët do e kanë dhënë jetën e tyre të lirë për fenë Allahut subhanahu wa taala. Ne sot do të mundohemi të sillim disa shembuj mbi pejgamberët e Allahut dhul xhelal dhe ndihmëtarët e tyre për ta kuptuar do thotë se me çfarë njerëz na ka nderu Allahu dhul xhelal, që të kemi pjesë në taborin ton, xhamatin ton. Kush është para neve? Do të na jemi lidh karavanit. E dini kush është maje të këtij karavanit ku jemi na? Janë pejgamberët e Allahut dhul xhelal, njerëzit më të mirë. Njerëzit më të mirë nisë njerëzimit. Mas tyre janë ndihmëtarët, havarijunët, përkrahasit, sahabët e tyre. Gjithashtu njerëzit më të mirë mas pejgamberëve. Andaj je bashkangjit një karavanit shumë të mirë, shumë të ndershëm, shumë të pastër, shumë burrat mëdhej. Mos gabo me e prish takomin, mos gabo me sjelljet e tuja fëminore, me sjelljet e tuja të liga, me sjelljet e tuja të këqija, ta prishish atëran burrash që ka nisë me pejgamberët e Allahut dhul xhelal, ka vazhdu me idhtarët e tyre, me ulemat mas tyre, me mujahidët mas tyre. Sot ti je bashkangjit karavanit, sjelljet e tuja fëminore, sjelljet e tuja të papjekuna, sjelljet e tuja të ultave të vogla, më u bë sebeb dikush me shajt umetin islam. Gjigant, histori njerëzimi, vjen bo sebeb sjellja jeme dhe jotja, dikush me shajt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E me shajt pejgamberët përgjithësi, e me shajt Ebu Bekr, e Omerin, e Uthmanin, e Aliun, e burrat e mëdhej dhe ulemat e mujahidët e sinqert brez pas breze. Pse? Sjellja jeme dhe e jotja e keqe. Andaj mendo ku ke hi? Ja hin me merit edhe re aty me merit. Ja mos e flish me thonë me gjilisin edhe kuvendin edhe atë karavan të burrave të ndëshëm me munafiklëkun tanë, me sjelljen e keqe tënde, me sjelljen e pavendos tënden, me xahilietin tanë, arrogancën tonë, vrasësinë tonë, sjelljet e ulta që ti mundesh me i bë. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se pejgamber i ka zgjedh burrat, jo meshkujt. Krejt pejgamberët e Allahut kanë qenë burra, që ata me burrinë e tyre kanë dëshmuar shumë fish se kanë qenë meritor me marr atë emanet të Allahut dhe me përcjell tek popujt e tyre dhe tek njerëzit në përgjithësi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura." Para teje o Muhammed kemi zgjedh burra që i kemi përcaktuar si pejgamber, të cilët i kemi dërguar të thrasin popujt e tyre, vend banimet e tyre në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Burra të zgjedhur: Ademi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahimi a.s., Nuhi a.s., Musa a.s., Isa a.s., Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e pejgamberët e tjerë.
Mere historinë e tyre lexoje, e shef se me të vërtet kanë qenë burra të veçantë. Në 3 ajete kuranore përmenet ky fakt se ata që i ka zgjedh Allahu Dhul Xhelal me e përqua amanetin e tij, fjalën e tij janë konë burra të zgjedhur. Në surën, kjo ishte surën Yusuf, ajeti 109, në surën An-Nahl ajeti 43, thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa ma arsalnaka min qablika illa rijalan nuhi ilejhim." Para te kemi zgjedhur burra që u kemi shpall atyre. Pastaj vazhdon: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni dietarët nëse ju nuk dini. Kush ka të më thonë pyetni ata që dinë? Pejgamberët e Allahut janë ata që dinë. Dhe pas tyre vinë si trashëgimtar të tyre, trashëgimtar të fronit të tyre. Janë dietarët, el ulema warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pyetni ata që dinë nëse ju nuk dini. Tregon se mirasi, trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdon me u shpërnda te njerëzit nëpërmes diturisë. Andaj që këto mexhlise, këto tubime, këto ndeja, këto ligjërata janë ato që e vazhdojnë misionin e pejgamberëve përpara me çu. Dhe përderisa më një qytet, përderisa më një mahall, përderisa më një fshat ka hoxhallar që mbajnë ligjërata dhe e majnë gjallë diturinë fetare, atëherë Allahu don që në atë vend me vazhdu mirasi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shifët dallimi mes asaj mahalle, asaj xhamie, atij xhamati, atij fshati dhe atij qyteti ku ka dije e mezhliset e dijes dhe atyre vendeve tjera që s'ka dije dhe mezhlis të dijes. Shifët dallimi. Pra shkak të rit që janë sot në këtë mezhlis, duhet mja bot detyrë vetvetes me qenë të pranishme në mezhliset e dijes. Dhe me sakrifikue muhabetin e kodë në qajtore, në kafene, në qoshet, mahallave, e në vendet të ndryshme, për hir të pranisë së tij në mezhliset e dijes, ku mësohet feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ajeti 3 në surën Al-Anbiya, ajeti 7, thot Allahu Dhul Jalal: "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilejhim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Para te kemi dërgu burra që u kemi shpall atyre, pyetni dietarët nëse ju nuk dini. Andaj Allahu Dhul Jalal pas ka zgjedh një kategori të veçantë të njerëzve që muadhon këtë amanet, edhe ata i pas ka quajt burra, sepse kanë marrë një amanet të rëndë. Edhe kush e lexon biografinë e tyre e kupton sa kanë sakrifiku ata, sa kanë fliju ata, sa janë lodh ata. Në këtë rrugë u lodh Nuhi alayhis salam. Në këtë rrugë u sharu, u nda në 2 pjesë Zekeria alayhis salam. Në këtë rrugë u plak Yahya alayhis salam. U tentua të digjet Ibrahim alayhis salam. U tentua të mbytet Isa alayhis salam. E përjetoi disa atentat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vujtën, u lëndun, mirë po rrugën nuk e braktisën. Nga rruga e Allahut nuk u largon. Që unë edhe ti sot, nëse na ndodh, a shumë rrallë na ndodh, nëse na ndodh që të lodhemi, të na zgjatet rruga, të lëndohemi, të kemi presion, të kemi vështirësi, ta kuptojmë se kjo është asnjë send. Hala kur gjos kemi përjetu na, pra ashtë që kanë përjetu njerëzit më të mirë se na. Ato janë pejgamberët e Allahut, burra të zgjedhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Dhul Jalal kur flet për burrat e hershëm të Islamit, thot Allahu Dhul Jalal: "E kana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum." Apo çuditë njerëzit kur flet për burrin e parë në umetin islam, kur flet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në surën Yunus ajet e 2, thot: "A u çuditë njerëzit kur ne ja dham shpallje një burrit prej tyre?"
i cili e mori për sipër, ëndhirin nas, tu atërhej vërejtë njerëzve, o bashshiril ladhina amanu, dhe tu jep myshde atyre që besojnë, enne lahum qademe sidqin inda rabbihim, se ata do të kenë pozitë të lartë të sinceritetit tek Zoti i tyre. Andaj Allahu Dhu Gjelal e emërtoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam burr të zgjedhur nga mesi i popullit të vet, nga Kurejshitët, që me adhon amanetin dhe ata, dhe ai pastaj me vazhdu këtë amanet si vërejtje për një pjesë të njerëzve dhe si myshde për pjesën tjetër të njerëzve. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u quajt çka burr. Edhe nëse ka njeri në fytyrën e tokës që e meriton emrin burr, ai është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka burr më të madh se ai sallallahu alaihi wasallam. E meriton emrin burr me plot kuptimin e fjalës dhe me të gjitha nishanet e veta. Edhe kush e lexon biografinë e tij, mushet, bindet, nuk mundet me pas konkluz përfundim tjetër përveç se ka qenë burr me plot kuptimin e fjalës. Burr edhe në aspektin fizik, në aspektin që ka kriju Allahu Dhu Gjelal, por edhe në aspektin e sjelljes dhe moralit të tij. E bën Allahu Dhu Gjelal figurën e tij, fizionominë e tij mesatar, as shumë të vogël, as shumë të madh. Tamam, që kush e shef nga larg, ja mush synin, as nuk e prish rrenin. Do tamam edhe fizikisht një burr i cili ta mush syrin, edhe normalisht bukurinë që ka dhënë Allahu Dhu Gjelal ja gëzon syrin besimtarit të devotshëm. Po burr edhe në qëndrimet e veta, edhe në vendimet e veta, edhe në angazhimet e veta. Burr i cili e manifeston të burninë e tij me sjelljen më të mirë, më të zgjedhur me këtë njerëzit. Burr i cili edhe kur mirë ke borxh për njerëzve, e kthej ke borxhin në formën më të mirë. Burr i cili vet i rregullon tek këpucët e veta. Burr i cili vet i anon të rrobat e veta. Burr i cili vet i mjelte dhënt e veta. Burr i cili e shërbente vet familjen e tij. Burr i cili zbashku me shokët e tij i vendonin tullat e qerpiqit në xhamin e tij kur e ndërtoi Medinë. Burr i cili kur këtë shokët e tij ishin të uritur, edhe ki së bashku me ta ishte i uritur, duke vënë një gur në barkun e tij për me eduru urin e cila i kishte kaplu gjithë muslimanët dhe atë në veçanti. Burr i cili nuk folke fjalë të kota, nuk folke vën e pa vën, heshke, mirë po kur duheshte me folke, edhe kur e thojke fjalën zike vën fjalë e tij. Jo e sikur se ndodh sot me njerëz, llafazan folin vazhdimisht, kur duhet me thonë fjalën e saktë dhe vërtet hesht. Pse? Ruhet nga interesi i tij. E këshir interesin momental të tij. Non stop fol. Kur duhet me thonë fjalën e vërtet para zullumçarit, atëherë hesht. Pse? Bën kalkulimet e veta ekonomike. Shumë njerëz, xhamatli që falen, nuk e kanë guximin me thonë të vërtetën për shkak të kalkulimeve personale që i kanë, hesabet e veta, hesabet e dynjos, ose frikë nga zullumi i zullumçarit, ose lakmia në interesin që ka nga ai pushtetari për të cilit ai ka me thonë fjalën e vërtetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk folke vën e pa vën, ama kur duhej me fol e thonte fjalën e vërtetë, edhe nuk u nalke leti kushton sa ti kushton atij. Por edhe kur folke fjalë të urta, fjalë të kuptueshme, fjalë që lishin gjurmë, edhe lishin nishana, kur majke fjalimin e tij, apo hudmën e tij, e ngrit ke zërin, edhe i skuqeshin syt, sikur se me qenë komandant i ushtrisë i cili e urdhnon ushtrinë e tij. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse ishte burr që nuk do të thonë se ai nuk buzëqeshej. Ai buzëqeshej edhe manifestonte momentet e harres edhe gëzimit me shokët e tij.
Zakonisht, kur kishte diçka për t'u qesh, nuk e hapte gojen me u qesh, goja e hapun qësh e qësh, por zakonisht buzqeshje dhe kjo i mjafton të ati për ta treguar gëzimin dhe harren e tij. Po normalisht kishte momente edhe kur qante, edhe kur dëneste, edhe kur i dilnin lotët për momente të ndryshme të caktuar në jetën e tij. Ishte burr, por nuk ishte mendje madh. Ulej nëse ka nevojë edhe në tokë, edhe në hastër, edhe në qilim, edhe në shilde, edhe në minder. Nuk është pa tjetër më ullë në koltuk, e në fotele, e në vend të nalë, ku të ketë, ku ullën të gjithë, ullej edhe aj, sallallahu aleyhi wasallam, herë flente në tokë, herë flente në shtrat, herë flente në hastër. Nuk është më rëndësi, ku i vind të vendi me fletë dhe me pushu, ati pushonte. Bëjke gara në vrapim me shok të vetë, bëjke gara në mundje, me rëkanën i cili ishte i njohur për mundjen e tij. Kur ecke, shifej nga ecja e tij se është njëri që ka qëllim në jetë. Është krenar me qëndrimet e veta. Nuk u përulej para askujt. Kush e shifke nga lart e kuptonte se ky njeri ka mision, ka angazhim, nuk lodhet në rrugën e realizimit të misionit të tij. E për betejat e tij mos flasim. Kur dalë në shesh edhe shumë fish, ma shumë herë burria e tij. Ka marrë pjesë në 27 beteja. Në 9 për tyre ka marrë pjesë bashkë në luftimet me të tjerët. E mos flasim se sa e sa njësit edhe ushtri i ka nisë për të mbrojtur të vërtetën, për të përmbysur të kotën, për të ndalur zullumin e zullumqarëve, dhe për të nxjerrë në shesh të drejtën, të vërtetën dhe të dobishmen e njerëzve. Ndodhit nga historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Nuk ka ndodhit që ka ndodhur në tij s'ka dalë shesh burria e tij e vërtet sallallahu alaihi wasallam. Tregon Imam Ibn Hibban rahimullahu taala sahihun e tij nga Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu anhu. Tregon një ndodhi që ka ndodhur duke qenë në Mekë, ky ala pa u bë musliman. Thot, një ditë për ditëve, paria e Kureshitëve u mbledhen në Mekë, në Qabe mrena, dhe e përmendën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe filluan me fol keq për te. Dhe ky njeri po na i prish planët, po na i shon zotnat, po na i shon besimin e baballarëve tonë. Ky njeri po na përçan. Ky njeri s'la send keqe babon, ama s'po nalët. Po vazhdon, po ka durim në këtë rrugë. Duke ndejt ata të fol ashtu, erdhë në Qabe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hyni në Qabe e preku Ruknul Yamanin, edhe kur filloi me bë tavafin, fillun këta më u tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ata po e provokojnë, u nal dhe u tha: "Atasma'una ya ma'shara Quraysh?" O Qurayshit, dëgjoni çka po ju them. Amma walladhi nafsi biyadi, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Laqad ji'tukum bi dhabhi, fa on nëse dëni më ballafaqu me mu, kur dëni ballafaqohemi unë edhe ju. Në çfarë dëni metodë? Zgjedhni metodën, nëse doni me paqë, nëse doni me luftë. Ju zgjedhni metodën e ballafaqimit, unë jam i gatshëm. Para mendo, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në fillimin e Islamit. Hala shumë pak njerëz janë i thartë e tij. Paria kureshite secili prej tyre kishte pasuni, pushtet edhe fes pas vete. Do thot ata ishin një grumull i madh i njerëzve dhe ushtrisë së fortë që kishin ata. Midis Qabes u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: urdhoni, zgjedhni mënyrën si doni ballafaqoheni. Ndesh me të mirë, ndesh me të keqe. Ndesh me të butë, ndesh me të egër. Ndesh metoda paqësore, ndesh metoda luftarake. Ju zgjedhni metodën si të doni, se unë se kam një jetë mja kthi shpinën këtij amanetit që e kam marrë. Atëherë
e ullën kokën paria Kureshite që ishte në Mekë, edhe dikush për ty me tha, ec o Ebul Qasim, hec e mos u nal, mos u jep gjevap timve ignorantave, se s'ki nevoj me fol me ta. Andë kjo burni e ti, ishte ajo që ata e kuptun se ki s'ka mu këthi mas. Ka me vazhdu këtë rrugë. Po u mundeshin me amar njerëzit për rreth, me smelon aj me pas ndikim, ashtu si ku se ndodhë sot. Por, sinceriteti i ti, guximi i ti, burnia i ti, vazhdoj rrugën deri sa ushtu numri muslimanëve që esin pas ti. Kjo nuk është i vetë me rast, ka shumë raste. Ata fillun me përdor fabrikën. Çdo kohë ka fabrikën e vetë, jo prodhimit të landëve, industrisë, po prodhimin e gënjeshtrave. Edhe sot na për shembull ke shtetin ton, i di muhabetet e viteve të kalume për fabrikat e prodhimit të informatave dhe dezinformatave. Njëra prej formave që pushtetet aktuale i përdorin për me e vazhdu pushtetin e tyre, edhe gënjeshtet e tyre është blerja e medjave dhe detyrimi i tyre me plasue gënjeshtra, me i shatë të mirët e me i lavdu të këqit, me thur lavde për të prishurit edhe me i sulmue të mirët. Edhe kjo vazhdon, jo vetëm këtu, këtë botën. Harxhon njerëzit pare. Edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, paria kureshite e shanin, e ofendonin, e dëmtonin, talleshin me të, shpifnin për te, i thonin i shmendur, i thonin magjistar, i thonin gënjeshtar, i hudhin mbeturina në rrugë, tentonin t'i hudhin dhe më thonë gurë në rrugë, i hudhin plancin e kafshë që i therrin mbi trupin e ti, duke bo ibadet Allahun dhul xhelal në qabe. Pse? Për me e lodh, për me e mërzit, që aj me u dorheq nga misioni ti. Para më ndoni sot na sa vujmë. Shpesh e ndodh duke folë me djemë të ri, dikush një replikje ka bo në rrjetet sociale, kiamet u ka bo për te, tutë e madhe. A thu shka ka qëllim ki, pse ma boni këtë koment, pse më këndushtoj ky. Një mesazh më shkruajt anonim, e do një kërstrim me pas mrena, e qënë toka për frikës. Kujton që i u bo kiamet i për te. Dikush në laf më a thonë udhës, e dikush në më a trokit, herën sabat dikush derën, panike e madhe, se ze shkupi, tu ik, ka dalë me burë. Ka dalë me burë se do janë dorene, edhe ka nevoj për të regu burnin tone, me nejtë për balë të keqës, edhe normalisht me shvizu urcin dhe menqurin tone, që mës me esil ujkun turisht, ama edhe mës me ikti pa nevoj, edhe mës mutut pa lidhje, po me pas një lloj burnijet që të bën ty me ecë stabil për para, për me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj u mundun të gjitha format me ndal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por ai nuk u ndal 13 vjet në Mekë, 10 vjet në Medinë, 23 vjet, hala pa u bë 30 vjet, u ballafaque ky njeri që ishte vet me njerëz të dobët që e përcjellnin, që shkonin mas, të shtypun prej pushtetarëve të asaj kohe. Nuk shku 23 vjet, nuk u bon 30 vjet plota, u ballafaqu me 2 perandorit më të mëdha të asaj kohe, Persin edhe Romakt, edhe filloi fitoren e betejave me ta, edhe filloi më bo perandori, më bo forcë që respektohej nga të 2 perandorit më të mëdha të asaj kohe që e sundonin botën, kryesisht që ishte në linjën e mesme të sodit. Dhe që ndodhje pasaj? Mas 23 viteve, kur erdhi dhe u kthyi vendlindje me ushtrinë e tij, e shijoi Mekën. Shikoni, kjo është muslimani. Nuk e keq përdori situatën. Tash këtë gadishull arabik e panë se me musliman s'ka. S'mundet me i kundërshtu as me luftu kundër tyre. Po duhet me i nështruhe.
Këtë ato kokat e mëdhaja të Kurejshve e panë se s'mundën kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Erdhita mi u nënshtrue këti që dje e shajnin, këti që dje e nënçmëshin, këti që dje për të shpifnin, këti që nuk e zishin kur gjon. E tash atë koha mi u nënshtru. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e keqpërdori situatën. Nuk e shvizoi rastin të manifeston mendje madhësinë e tij, arogancën e tij. Thojnë ulemat, kur ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 10.000 kalorës, të gjithë me shpata në dorë, e me shtiza edhe me shigjeta, për të hyrë në Mekë dhe për ta shliruar Mekën nga idhujtaria e idhujtarëve, thot Hafidh ibn Kathir rahimahullahu taala, thot ishte aq modest, aq shumë e kishte ul kokën, falëndrim dhe Allahut për këtë dhuratë të shërimit të Mekës, sa që thot mjekra e tij i preku në prehnin e tij nga modestia e madhe e tij sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ke shpërdori situatën për me tregue arogancën e tij, mendjemadhësinë e tij, vrasësinë e tij. Jo, e kuptoj se shërimi i Mekës është dhuratë e madhe e Allahut subhanahu wa taala, edhe për këtë dhuratë duhet me falëndrua Allahun dhe duhet me manifestu modestinë e tij. Dhe si zakonisht burrat e mëdhej në momentet e pushtetit dhe të forcës e tregojnë burninë e tyre të vërtetë. Të na po e shohim deri gjesa ishte fukara, zani si unihej. Sot ka bo pushtet dhe ka bo pare, menon se ketë mundët mi shkel, edhe ketë mundët mi rej, edhe ketë mundët mi nëshmu. Deri gje, së një ke zoni, sot ka pare, ka pushtet, mendon se as kush për para se një del ati. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kundërtën, kur ishte vet, ishte krenar, ishte i guxim shumë, u del ke ball për ball, këtë kureshitve, këtë mushrikve, sa të doni, si të doni. Kur u botash me pushtet e me forcë, e tregoj modestin. Edhe kur hynin Mekë, tha, ja mashara Kurejsh, o Kurejshit, ma të raune enni failun bikum, qka me ndoni se kam me bo une sot me ju? E dinin se ma tha këtë fjallë, sa ata e dinin shumë mirë se sa të zeza ja kam bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa tortura e kam bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve që kanë qenë përreth tij. Sa i kanë torturu, sa i kanë maltretu, sa kanë vujt ata për tyre, ata e dishin më mirë. Andaj, u tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çka mendoni se unë kam me bo me ju tash? Normalisht, tash janë zor, ndryshojnë llafet. Ata kur janë, edhe këtë e shohim na vazhdimisht, kur janë në kulmin e forcës dhe pushtetit, s'dojnë me një për kërkan. Kur fillojnë me ra, i zbutin llafet edhe muhabetet, fillojnë këtë muhabetet tjera me thonë. E thanë, khajran, keme bo mirë, pse? Ekhun kerim, u abnu ekhin kerim, tha je vlla fisnik, biri vllavit fisnik, do më thonë ti njëri madh, njëri mirë, ti s'mundesh me bo keq. Pa ti, dergje, pse bo në keq me mu? Pse u mundohe me më dëmtue, me maltretue? Tja harove që ki boha. Ama, që shtu thëjnë edhe sot, kur ti ta fitosh drejtën tone, ama thot ti je 5 vakt namaz i falë. Ti je i devotshëm, e mirë, une pse jam i devotshëm ti dush me më shkel muhe, e ku të më vjene mu rasti une me tregue drejtësin teme duhet me falë, po, se ju i nej fetari duhet me falë, jës duhet mu hakmar, jës duhet mu bos i na, e ti bënd qka dush në muslimonit e muslimoni vesh me falë. Që shtu edhe sot e njëta logjik përdorët. Atëre u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, fa unë sot po ju tham juve ashtu tha si ju tha Jusufi alayhi salam vllaznive të vet, la tathriba alaykum al-yawm, sot mos u mërzitni, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, Allahu va falt juve se ai është më i mëshirshmi të mëshirshmive. Idhhebu fa antum at-tulaqa,
shkoni se krejti një të lirë, kërkush nuk ka mu akmar dhe askujt për shka të që keni bon të kalumet. E manifestoj qka? Zemër bardhësin e ti, zemër madhësin e ti, e tregoj burnin e vërtet që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte në Mekë. Po në Medine në vitet e fundit ndodhi një betejë e madhe, betejë e Hunenit. Në betejën e Hunenit morën pjesë edhe muslimanët që u bën muslimanë kur u qiru Mekja. Edhe ishte numri i muslimanëve i madh. Qëra si është puna, majni men këtë punë se edhe na mundet me kon pjesë e këtyve konstruksioneve mentale. Mekë u bë musliman ai që ishte i gatshëm me fliju për këtë fe, edhe jetën me dhon. Në Medinë në fillim u bë musliman ai që e dike se kjo punë është e rëndë, edhe mundet me i kushtu edhe me jetë. Tu forcu muslimanët ishe një pjesë e luatshme, e matëshin hesapin, si të forcohen muslimanët edhe këta të bëhen muslimanët. Ama, si të hupin muslimanët, për jo, nuk shkojmë ata që hupin, shkojmë këta që fitojnë. Edhe sot muslimanët e tonë, që të në gjami edhe jashtë, i masin hesapin, si të fitojnë muslimanët me muslimanët, si të fitojnë munafikat me munafikat. Edhe, kur ndodhi betejë e Hunenit, kishin hi në islami numër i madhë, ofanziv. Pse? Se fitoj islami. U shiru Mekja. S'ka ma. Që ata mushrik, kryesor, që i bëshin strategjit kundër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i nishin ushtrit, me numër të madhë kundër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hupën. S'ka mu kush lufton kundër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër çka? Po bo me kitë musliman. Edhe sot ka kështu njerëz. E matin. Si të fitoje muslimani, edhe aj me muslimant, edhe aj si të hupe muslimani me ata që e kundërshten islamin. E kishte një numër të madh të muslimanëve të ri, rishtazi, pa u bo të rbije në fe. Edhe tash muslimant e mirë me këta të rritë, që halas janë shoshit mirë, halas e dina sa burë është, qëfar vlere kanë kantar, andaj krejt ju të rritë, pa e provu vetën tuj, mos i reni gjoks. Nuk e din, hala qëfar vlere ki, mos re gjoks. Edhe lutë Allah mos me sprovu, se sa njerës kanë re gjoks, e me një sprovë dvogël që Allah ja ka qu, i ka dalë boja. As ko shpeneve këtu, nuk është mirë me re gjoks. Edhe mi thonë vetës mashallah, se Zoti mos e voft. Nesër me një sprovë të vogël, me në sprovu Allahu, në del boja, e në del marja në mejdan. Ande thë, o Allah rujë, mësë në sprovo. O Allah mësë në sprovo. Në këtë betej ishte sprovë, ishte musliman të mirë, po edhe këtë të rritë, pas provu. Lufta e egrë, e rëndë, për shumë idhujtarë, kundështarë. Muslimanët pakës e morën hugjumin, Harun, kujtu që numëri është më rëndësi. Vëllaj, filan hoxha shumë i mirë se ka shumë gjemat. Ai gjemati do të ishte mirë, kur ai gjemat do tjetë me atë hoxhën edhe në të mira edhe në të këqija. A më nësa ai gjemat rinë me hoxhën vetëm të mirat, e Zoti mos e boftë, kur e spronë Allahu atë hoxhë, gjemat i hupët as dua nuk bën për atë hoxhën e vetë, jo më me i dalë në ndim, atë shka duhet e gjemat? Shka duhet e gjemat? Andaj, hynën betej, u mashtruan sahabet musliman me nu se numri i madh, fitoria është e sigurt. Allahu i sprovoj. Allahu i sprovoj. Edhe hikën këta musliman të ri i luftë, hikën. Mos thojë dikush vallai unë jam spineve çtonë. Unë s'kisha hik. Mos thojë dikush. Se nuk e din. Allahu s'ka sprovu. Nuk e din ti takatin tanë. Mos thoj kur gjon. Vetë shuj edhe nga dhe mëso. Edhe lutë Allahun hajër. Mos thoj ti që me paskon unë s'kisha hik. Pse? Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara.
Ebu Bekri edhe Omeri edhe Othmani përpara, Alia përpara, para mendon, luftarët, burra, trima. E ti për mas me ikë. Sprovat janë të rënda. Kur kush për neve më thoje se jemi na burra dhe na e qëjmë fund këtë fund. Se na sabajnë e kina test, nuk kina luftat. Sabajnë e kina test. Mas i pobim sabah, luft kime ra të petakla. Hiq mës gabo me hap gojen. Hiq mës fol. Se i rami e pin start. I rami e pin start. Edhe këta të rrit, paramendo, pejgamberin përpara sallallahu alaihi wasallam, ama lufta është e rëndë. E rëndë, ka thënë Muhammed, mos e lip takimin me armikun, mos e lip. Nuk o punë e lehtë, e rëndë është. Hikën. Med vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nervozu. Në djeshmi 300 veta me 1000 veta fitum, Bedër, ishin 1000 veta me 3000 veta me 10.000 veta fitum në Uhud, në betejë tjera, në vazhdimisht të fitut sot në kalabalëk me hub. Po, hub, kur mendon se ti vetë je i fortë, s'ki nevoj për Allahun dhul xhelal. Hub, u nervozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ndejti front përpara atij. Nuk lëvizje, tha ana nabiyun la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, tha unë jam pejgamber, kur s'kam rejt edhe sërenj, tha unë jam biri Abdul Muttalibit, unë kam e metu vetë në betesit, ka nevoj, vetë kam e luftu. Si a këthej shpinë armikut kur. Ta shtot ju larguën kër e panë, se met pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë, ju këthyja jo energjia dhe njerë, dhe stakfirullah, që ka bënam në elan vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. U këthin mas, edhe vazhdu në beten, edhe fitun. Edhe fitun. Mirë po, kur usës lufta, musliman të fitun shumë në atë luft. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam strateg, njeri mençur i urtë, pejgamberi Allahu dhul xhelal, fjalë më të madhe se pejgamberi Allahu nuk ka. Se na kena qef me thonë stratege i mençur me larg pamës e vizionar, pse me jamu shmenën dikujt. Fjalë më të madhe se pejgamber nuk ka. Këtë të mira i ka mrena. Kur e pa se mrena muslimanëve ka shumë të kalt, shumë smund, duhet me ishnosh ata, duhet me forcu ata. E prej asaj pasunie që e fitu në atë luft, u dha përparësi që këtyve muslimanëve të ri, që këtyve të Mekës, që ishin bo musliman masi u shiru Mekja, se ata e pas, ata ishte malli kalt ajo, duhet me ishnosh ata, duhet me forcu, e ju dha pasunie atyve. Ha, po tash doli problem tjetër. U idhnu në ensart. Tha o ja Rasulullah, ta shka i të bo? Tha ata gjeu për dhe i gje, të luftu mundur të hala, shpatat i kanë me gjak ton. Hala, shpatat i kanë me gjak ton. Të atyve po jepe neve që na për fillim të kina pranu edhe kina luftu për t'i nalojë pakur njëse. Edhe u përbo kjo ma betë të lovi fitne. Pasunia fitne, sot për shembull me nxjerrti është një llaf, hoxha i ka marrë 1000 euro, më njëra nis mohabeti. Më njëra fitne, edhe janë nis gibeti, iftiraja, bin njerëzit këtë. Shumë letë e kitë me i testu njërë gjep, që ti nëzishesh 100 euro, 500 euro, 1000 euro, shkoj gjemati, shkoj dashnia, shkoj ajo për Allah. U hub këtë, u haru, janë nisi me shah për nona një tjetrin. Për shka për 500 euro, 1000 euro. Edhe këtu u bo të lovi, u bo fitne fesat. I jërë vdajmi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O, bo fitne madhe. Atime pse janë tot po jepe, neve që të kina mbrojt së përna jep. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri udhëhecin e ensarve Saad ibn Ubaden, radiallahu anhu. Edhe i tha, o Saad, çka thuti, çka është të dodhë? Muhabetet ka po shkojnë? Ti, çka po mendon? Shiko, Saadi njeri sinqert, tha ja Rasulullah, ma ana illa min qaumi, tha dhe unë jam njeri i popullit tem, tha. Shka fen ata, që në kejve në shkot menja në këqanina. Atëre e pape nga meri sallallahu se kjo fitne pas ka depërtu shumë thellë, i pas ka prejke njerëzit e afërt, edhe njerëzit e mëdhej, edhe njerëzit e mirë, fitne e rrët.
E randë është fitneja. I prek edhe më të afërmit. Shpesh herë shok e ki 20 vjet, 30 vjet punon me te, vjen një fitne, fillon me dyshuti, thua edhe kim të thej. A thua edhe ki foli kundra meje, 30 vjet me shok. Po mundet me ndodh. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Sadit, mbledhni më një herë, hajde këto burra. Hajde në ballafaqim. Hajde të shërojmë punë. Mbledhuni. Edhe kur u mbledhën, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u çu. E lavdroi Allahun dhul xhelal se meriton madhnia e tij të lavdrohet dhe tha: Të janë ndodhit mëdhaja të historisë islame që na përsëriten çdo 3-40 vjet, 50 vjet. Në umetin islam dhe kemi nevojna shumë me vëmendje, me i lexue dhe me i studiue, edhe më kujdes, mos më u bo pjesë e fitnes edhe munafikave, për më kom pjesë e sinqertve që e kundërshtojnë fitnen edhe e dobësojnë atë. Ta ja mashar al-ansar. O ansar, kum nini laf sot për juve shumë ranë ka ardhë. Laf që se kum prit për juve. Për këtejt të lirë, po kuptimi mesazhit është çaja. Elem atikum dulalen fehedakum Allahu bi. Tha, ama a keni haru se une kur erdha te ju ishin dalalet, ishin shirk. E dashni Allahu dhu xhelal u dhut në islam, më në tauhid, më në teizëm. Ishit të varfun, s'kishit kur gjon. Fa agnakum Allahu bi. E u bot pasën se këtë gadiq në arabik ju për e sundoni sot. Kur kush të njef këtë dje? Sot me islam u bot udhëhecit e këti vendit të madh. Wa a'dan fa allafa Allahu bayna qulubikum bi. Ishit armik me zveti, fisi Aus edhe fisi Khazraj e vraheshin njëri tjetrin, luftoheshin fiset me zvete. E erdha une edhe Allahu me mua ju bashkë ju boni bashkë, ju boni ensar, ju boni forcë. Than ensart, Allahu wa rasuluhu amen. Këtë janë dhurata dhe dhuntit të Allahut që ne ka qu dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tujibuni ya mashar ensar." As keni në gjevap tjetër. Të konfirmojmë se kjo ka ndodhur. Allahu va ka sjell me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ama nuk është përgjigje adekuate për rastin. Tha, s'kemi përgjigje tjetër. Tha, çka të themi, oj dërgumi i Allahut. Tha, Allahu të takon dhuntia dhe begatia, edhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. E ta shikon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e din se çfarë vezvese mundet me pru shejtani në mendjen e tyre. Tha, ju mundni me thonë. Tha, pasha Allahun me dasht ju mujni me thonë edhe ajo që do të thoni është e sakt. Qa mujni me thonë ata? Tha, etejtena mukedhiben fasadaknak. Po, tha, ti erdhe në uzove, ama ti erdhe kur popull jetë përzun e të përgënjështrun e na të besun. Ta është përgjigje qëndrimeve të para. E dyta, o makhdhulen fe nësërnak. Erdhe i tradhtum për popullit tanë, e na të ndihmum. U tariden fa awajnak, të përzun ata, e na të dham strehim, dham shpi. U ailen fa asejnak, ishe pakur gjon, e na qka patëm t'i dham. Pastaj vazhdoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muhabetin e tij dhe u tha: "A wajadtum alayya ya ma'shar al-ansar fi anfusikum fi la'ati min ad-dunya." Tha, o ansar, a i dhut me mu, tha. O ansar, a i dhut me mu, tha, për pak dunja? Këta histori mu haru për 500 euro, 1.000 euro, për 5.000 euro, për 10.000 euro pare. Këta histori e sakrificës, e angazhimit, e lodhjes, me haru këta të kalume për pak dunja. Ta'allafat biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Çat pasuni i vadhash atynve që të bëhen musliman më të fortë. A juve valash islamin se ju e keni islamin e fortë. Çka ju duhet juve dunjoja? Të je i fortë, i vendos,
Ti gatshëm jetën me dhon për Allah, po e lip një deve, po e lip një kali, po e lip një lirë. Ai tha fillestar është, Allah se din vlerën e sakrificës. Allah është me menën e Mekës para Islamit, Allah me dynjë ka hesapet. Sikur se i kanë sot shumë njerëz hesapet me dynjë. Me pak pare e blen. Me një punësim e blen. Me një sandwich e blen. Me një kafe dhe me një çaj e blen. Edhe çuditësh, si shitë njerëzit sa lirë. S'ban mu shit hiç, ama kur shitesh baram shit të shtrenjtë. S'ban mu shit kur, ama baram kur shitesh shit të shtrenjtë. Ma me një çaj, me një kafe, me një sandwich. Mëse zbrit çmimin tanë çaq poshtë, se nesër ai të shkel, e të na përkamp, sa ai që të blen me një çaj, me një kafe, ai nesër s'do me një për ty. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha au i dhunut me mua tha për një copë dynjaje. Tha aty me vadash, me va forcu zemrat në Islam, e ju e valash Islamin. Ja mashër dhe ensar, tha o ensar. Tha, a nuk jeni të kënaqët që kur dikush me shku me dele edhe me dhen, a ju të ktheni me mu, me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Që na ndodhe dhe neve, xhamatit, a nuk jeni të kënaqur kur dikush merr poste, pozita, tendera e korruptohet, e ju me xhamat i xhamis me fal namazin, edhe me fal namazin me xhamat, e me kon ders ku dëgjoni fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kemi pas xhamat. Ata e zgjedhën dynjan edhe lan xhamin. Ata e zgjedhën tenderat edhe lan hoxhën. Ata e zgjedhën kënaqësinë e kësaj bote, harun qëllimin për të cilin ata u nisën. O ensar, tha nuk keni të kënaqur që kur shkojnë ata me dele dhe me dhen edhe me deve, ju shkoni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasha atë që ndorë ti është shpirti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo me cilin keni më kthi ju është më e mirë se ajo me cilin kthehen ata. Do të vallahi mos me pas kon hijreti isha kon ensar. Vallahi në atë lugin që ecin e ensart kisha ec edhe une. Në qatë rrugis që ecin e ensart kisha shku edhe une. Ensart janë ajo që duket e Islamit, e njëri tjerë janë ata që s'duket. Ensart janë ata që kanë majtë Islamin nalt, el ensaru shiar, o nasu dithar. O ensar, shkoni, tha pas meje kini me gjetë njerëz që kanë me vrapu pas dynjos, pushtetar që kanë me bo zullum për dynjon. Fasbiru, bëni sabër, hatta telkuni al-hud, dhe isa të zateteni me mu, takoheni me mu të haudi të këpishini, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot imam ibn Abi Shejbe në transmitimin e ti, se kjo hadith është në Bukhari, sa në Bukharit dhe Muslimit, në Sunan ibn Abi Shejbe, thot e ngriti durt, dhe tha Allahumma kfir lil ansar, o zat falva ansarve, wali ebna el ensar, edhe bive të ensarve, edhe bive të ensarve. Edhe çka meti, normalisht të gjithë i ka prej vaj, të gjithë fillun mu bo pishman për ato lafe e vezveset të shejtanit, edhe thanë radhina billahi rabba, wa bi rasulihi hadhan wa nasiba, jemi të knaqë që Allahun e kemi zot, e hise ton e kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Histori shumë e dhemshme, po shumë e urtë, që kemi nevojë më unal, shkronjë për shkronjë më analizu, edhe me nxjerrë mësimet edhe porosit, dhe secili prej neve me pa veten e vet ku është. A është me ensart, apo është me ata muslimanë të rinj të Mekës, Zoti na rujt. Kam frikë, se një pjesë e madhe e umetit islam, jo e jona vetëm, është sikur se këta muslimanë të rinj. Vrapojnë pas dynjas, edhe alan zemën e kanë dynjan. Se kur të bëhet umeti islam, sikur se ensart, edhe nëse shejtani i va prek zemën edhe mendjen, një fjalë e sinqert, një këshill e vërtet, i shnosh ato vezvese, edhe i largon ato dyshime edhe dileme. Normalisht metën edhe disa tregime tjera, i lanë për desin në ardhshëm duke lutë Allahun e madh, Zotin e arshit madh, na bën burra të vërtet në këtë fe, ja Rabbel Alamin. Allahun e madh e lutim që këtij popullit ton shqiptar të jep udhëheqës
të vërtetë, që janë burra të vërtetë, që kanë frikën Allahun Dhul Xhelal dhe që punojnë për të mirën e këtij vendi dhe këtij populli. Elusim Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh, na bën ndjekas të sinqertë të atyre burrave të mëdhej, pejgamberëve të Allahut, edhe sahabeve, edhe ndihmëtarëve të tyre, duke lutur Allahun xhelal që sikur se ta ka bashkuar në këtë xhami, Allahu na bashkon në xhenet me ata burra të mëdhej. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.